pasi qëndroi pak minuta në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Sali Berisha, i rrethuar nga mbështetësit e tij, akuzoi SPAK-un dhe drejtuesin e këtij institucioni se janë kthyer në seksion të kartelit më të rrezikshëm në Europë. Do të shpallet seksion i kartelit Troplini, i kartelit më të fuqishëm të drogës në Europë, karteli vetëm që administron portin kryesor të vendit, portin e Durrësit. Ndaj dhe në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do ta quajmë Altin Troplini. Në shënjestër sërish vuri gjyqtaren Irena Gjoka, e cila sipas tij po mbrohet jo vetëm nga individ të lidhur me krimin, por në bashkëpunim me prokuror dhe ministrin e drejtësisë. Këta të fundit sipas Berishës kanë mbuluar veprimet e paligjshme të saj. Irena me 5 biemra prej 15 muajsh mbrohet nga Altin Troplini, Olsi Çela dhe Uluziu, i cili fut dokumentat në çantën Louis Vuitton, aty ku ka futur dhe 500.000 euro që ka kërkuar si rishfet. Ndërkaq Elsa Ulliri u caktua me short si kryesuese e trupës që do të gjykojë çështjen në ngarkim të ish kryeministrit Berisha, dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe 4 personave të tjerë, për dyshime se janë përfshirë në korrupsion e pastrim parash në privatizimin e ish kompleksit Partizani. Pjesë e trupës gjykuese janë edhe gjyqtarët Bib Ndreca dhe Rudina Palloj.